Ish finalistja e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Tako, është mjaft aktive në rrjetet e saj sociale. Së fundmi, ajo ka njoftuar ndjekësit se është në përgatitje të një këngë të re që do të publikojë shumë shpejt. Egli Tako në një video, teksa dëgjohet kënga e saj, është shprehur: "S'du meni për ty e për dashurinë." Andaj ndjekësit kanë reaguar se kjo mund të jetë një thumë për gjestin, pasi që dyshja kishin një marrëdhënie të ngushtë brenda shtëpisë së famshme, por që tani, që pas përfundimit, nuk kanë parë në asnjë moment bashkë. Egli Tako në një intervistë ka deklaruar se respekton dëshirën e gjestit që jeta e tij private të jetë sa më private, duke ngjallur më shumë kurreshtje tek fancat. Por përveç raportit me gjestin, në atë intervistë Egli Tako ka folur edhe për familjen, madje duke u emocionuar. E prekur nga kujtimet dhe mbështetjet që ka marrë prej tyre, Egli ndau me publikun se në ditët më të vështira të saj, ishte familja që i dha forcë për të vazhduar përpara. Ajo tregoi se mesazhet dhe fjalët e tyre ngushëlluese, edhe në heshtje, i kanë vlerësuar më shumë se çdo gjë tjetër. E po në fund të fundit, ajo çfarë na mbetet është vetëm familja.